I zgjedhur prej Perëndis. Do të them një fjalë hyrje përpara se të fillojmë. Kisha biblike e Durrësit nuk e mbështet besimin e saj as mbi grupimet arminiane dhe as mbi grupimet kalviniste. Ajo e mbështet besimin e saj në fjalën e Perëndis. Ne besojmë që Bibla është e përsosur dhe besojmë që Bibla ka të gjitha përgjigjet e pyetjeve për jetën dhe për doktrinën. Nëse ju po dëgjoni këtë mësim edhe besoni në mësimet e John Calvin në lidhur me shpëtimin e njerëzit, ju lutem dëgjoni deri në fund serinë e mësimeve që ne po japim dhe analizojnë në drejtimin e Frymës së Shenjtë. Ne ju inkurajojmë që të jeni student serioz të Biblës, duke parë Biblën të plotë dhe jo në mënyrë selektive. Po nuk dua që besimi juaj të qëndrojë në fjalët e mia, por dëgjoni mësimin me një zemër të hapur, me lutje, në mënyrë që Perëndia aty zbulojë të vërtetën. Ju e keni Frymën e Shenjtë, mësuesin e Biblës. Nëse jeni të rilindur, ju keni Biblën të përsosur dhe absolute, studiojeni ata. Po ju kujtoj një parim që përmenda herën e kaluar. Deshni çdo njeri, çdo mësues, që ai ju mëson nga fjala e Perëndis, për sa kohë që ju mëson sipas shkrimeve. Po kur ai devijon shkrimet, atëherë ndiqni fjalën e Perëndis. Nëse nuk keni dëgjuar mësimin në YouTube për prishjen totale, ju inkurajoj që ta dëgjoni atë. Sot do të shohim pikën e dytë të mësimit të John Calvin në lidhje me 5 pikëshin e doktrinës së shpëtimit. Pra, kemi prishjen totale, zgjedhjen e pakushtëzuar, shlyerjen e kufizuar, hyrjen e parezistueshëm dhe këmbguljen e shenjtorëve. Ky mësim 5 pikësh gjendet në librin Institutet e Religionit të Krishterë. Ajo që do të shohim sot është pika e dytë që quhet zgjedhja e pakushtëzuar. Kur ne lexojmë Biblën, ne gjejmë që Perëndia flet në shkrime edhe për të zgjedhur, flet edhe për paracaktim. Por çfarë mësojnë në lidhje me zgjedhjen e pakushtëzuar? Cili është mësimi kalvinist për këtë? Perëndia ka paracaktuar me dekret sovran që disa do të shkojnë në ferr dhe disa do të shkojnë në parajs. Kjo është zgjedhja pa kushte e Perëndisë sovran. Të mësojnë kalvinistët në lidhje me paracaktimin. Ne pam nga Bibla që prishja totale është një mësim jo biblik. Dhe në këtë drejtim shkojnë të gjitha pikat e tjera. Pse? Sepse nëse njeriu ka vullnet të lirë të pranojë ose refuzojë Jezu Krishtin, atëherë nuk ka paracaktim për në ferr ose parajs, dhe sigurisht nuk ka as shlyerje të kufizuar. Le të hapim disa nga shkrimet ku Bibla flet për të zgjedhurit. Mateu 20, vargu 16. Kështu, shumë të fundit do të jenë të parët dhe të parët të fundit, sepse shumë janë të thirrur, por pak janë të zgjedhur. Le të bëjmë një pyetje të thjeshtë. Apo mëson Bibla që shumë janë të thirrur për shpëtim, por pak janë të zgjedhur? Në vargu 16 ne lexojmë që shumë janë të thirrur dhe pak janë të zgjedhur, por nuk janë të thirrur për shpëtim. Që të mund të mësojmë këtë, se për çfarë po na mëson fjala e Perëndis, ne do të kujtojmë një nga rregullat e studimit të Biblës. Përpara se të pyesni çfarë kuptimi ka një varg, analizoni kontekstin. Nëse ne qëndrojmë në kontekst, konteksti i shkrimeve nuk na lë që të gabojmë, por na jep interpretime të sakta dhe jo të gabuara. Pra na jep interpretimin e vet Perëndis. Tani konteksti Mateut 20, le të lexojmë vargu 1 dhe 2. Mbretëria e qejve ngjan pranë një zot shtëpie që doli herët në mëngjes për të pajtuar me mëditje punëtor për vreshtin e vet. Mbasi ra në ujdi me punëtorët për 1 denar në ditë, i dërgoi në vreshtin e vet dhe vazhdon derisa vim tek vargu 16. Ne shohim që konteksti i thirrjes së vargu 16, shumë janë të thirrur, ka të bëjë me thirrjen e të shkuarit në vresh për të punuar. Të zgjedhurit në kontekst janë për shpërblim dhe jo për shpëtim. Dhe ata nuk mund të zgjidhen derisa të shkojnë të punojnë në ar, dhe nuk shkojnë në ar nëse ata nuk zgjedhin të shkojnë në ar, dhe ata që shkojnë në ar janë ata që kanë zgjedhur vetë që të shkojnë në ar. Pra Bibla po mëson për të zgjedhur, por po mëson për të zgjedhur për shpëtim. Këtu jo, por mëson për të zgjedhur për qëllim. Në rastin ton është shpërblimi për punën në ar. Le të vazhdojmë te veprat 9, 15 dhe 16. Por Zoti i tha: Shko, sepse ai zhvegla që un kam zgjedhur për ta sjell emrin tim përpara jo hebrejve, mbretërve dhe bijve të Izraelit, sepse un do t'i tregoj atij se sa shumë duhet të vuaj për emrin tim. Çfarë lexojmë tek vargu 15? Apo thot vargu 15 që Pauli u zgjodh për shpëtim?
Te vargu 15 pas fjalës zgjedhur ne lexojmë zgjedhur për të sjell emrin tim përpara jo hebrejve. Pra nga konteksti duket qartësisht që Pauli është zgjedhur nga Perëndia për të shërbyer Perëndisë. Edhe në këtë varg fjala e zgjedhur nuk është e lidhur me shpëtimin, por është e lidhur me qëllimin. 2 Korintasve 9 vargu 8, 2 Korintasve 8 vargu 19. Dhe jo vetëm kaq, por ai u zgjodh nga kishat që të jetë shoku ynë në udhtim me këtë dhuratë që ne administrojmë për lavdinë e Zotit vet, për të treguar gatishmërinë e zemrës suaj. Edhe këtu e gjejmë fjalën e zgjedhur në Bibël. Dhe në kontekst ne nuk po shohim që është një zgjedhje për shpëtim, por një zgjedhje për të shkuar në udhtim së bashku me Paulin. Le të shkojmë tek Gjoni 15 vargu 16. Nuk më keni zgjedhur ju mua, por unë ju kam zgjedhur juve dhe ju caktova të shkoni dhe të jepni frut, dhe fruti të jetë i qëndrueshëm që çfarëdo gjë që ti kërkoni Atit në emrin tim, ai t'u jap. Edhe në këtë rast kemi Jezusi që thotë ju nuk kam zgjedhur dhe ju caktova të shkoni. Po nuk thotë ju kam zgjedhur për shpëtim, por thotë ju kam zgjedhur që të shkoni të jepni frut. Pra është thirrja për të shkuar në mision. Themi sërish tek Mateu 20. Mateu 20 thotë, kështu të fundit do të jenë të parë dhe të parë të fundit, sepse shumë janë të thirrur, por pak janë të zgjedhur. Fatkeqësisht, ajo që ndodh me ndjekësit e mësimeve të Kalvinit, kur vim në pasazhe të tilla që përmendet fjalët të zgjedhur ose paracaktim, ata shtojnë në mendjen e tyre të zgjedhur për shpëtim. Po nuk është mirë kështu. Ata e lexojnë Biblën në këtë mënyrë. Shumë janë të thirrur të shpëtohen, por pak janë të zgjedhur për shpëtim. Po nuk thot Bibla asgjë të tillë. Madje Mateu 20:16, konteksti është shumë janë të thirrur për të shkuar në vreshtë. Por pak janë ato të zgjedhur për të marrë problemin. Pra kjo, kur lexon Biblën me mësimin e John Calvin në mendje, fillon ta interpretosh gabim fjalën e Perëndisë. Të zgjedhurit në shkrime nuk janë të zgjedhur për shpëtim, por janë të zgjedhur për qëllim. Ka mbi 100 referenca që flasin për i zgjedhur, të zgjedhur, dhe mund t'i grupojmë ato së bashku dhe nuk mund të kalojmë dot njëra pas tjetrës në të gjitha, por të zgjedhur në Bibël janë. Jezu Krishti është i zgjedhur, Luka 23 vargu 35. Sigurisht jo i zgjedhur për shpëtim. Izraeli është i zgjedhur, Isaia 41:8. Sigurisht nuk është i zgjedhur për shpëtim. Engjëjt janë të zgjedhur, 1 Timoteu 5 vargu 21. Sigurisht nuk janë të zgjedhur për shpëtim. Judi Iskarioti quhet i zgjedhur, ai është bashkë me të 12 apostujt. Gjoni 6 vargu 70, sigurisht jo i zgjedhur për shpëtim. Të krishterët quhen të zgjedhur, Efesianët 1:4, sigurisht nuk janë të zgjedhur për shpëtim. Kontekstin do të shohim këtë dhe do të shkojmë pikërisht aty. Por në shkrimet e gjejmë fryta të zgjedhura, arë të zgjedhur, verë të zgjedhur, kocka të zgjedhura, ushqime të zgjedhura. Ne i hapëm shkrimet dhe pam që biblikisht fjala i zgjedhur ose të zgjedhur nuk ka të bëjë me shpëtimin, por ka të bëjë me qëllimin e Perëndisë në ato vargje që hapëm. Le të shkojmë tek një nga pasazhet klasike për paracaktimin edhe për të zgjedhurit, është tek Efesianët 1. Efesianët 1 vargu 4 thotë: sikurse na zgjodhi në të përpara se të themelojë bota, që të jemi të shenjtë dhe të papërlyer përpara Tij në dashuri. Tani në qoftë se ne heqim pjesën e dytë të vargut 4, pra themi vetë pjesën e parë, sikurse na zgjodhi në të përpara se të themelojë bota, edhe duke supozuar që nuk ekziston pjesa e dytë, atë ne kemi një problem me shkrimet. Në qoftë se do të supozojmë që na zgjodhi në të përpara se të themelojë bota për të shpëtuar. Sepse shkrimet tek Gjoni 1 vargu 7 edhe 12 na mësojnë që shpëtimi është për të gjithë, thot vargu 7. Ai erdhi si dëshmitar për të dëshmuar për dritën, që të gjithë të besonin nëpërmjet tij. Dhe vargu 12, shpëtimi është me vullnet të lirë, por të gjithë atyre që e pranuan, ai u dha pushtetin të bëhen bitë Perëndisë atyre që besojnë në emrin e tij. Prandaj në qoftë se heq gjysmën e vargut 4 dhe supozon sikur vetëm aq është vargu, dhe ne jemi zgjedhur për shpëtim, bie në kontradikt me fjalën e pastër të Perëndisë tek Gjoni 1 vargu 7 edhe 12. Po në fakt, Efesianët 1 vargu 4 duhet lexuar i plot edhe i pjesshëm. Le ta shohim të plot atë edhe të shohim çfarë po thot vargu. Sikurse na zgjodhin ata përpara se të themelojë bota, që të jemi të shenjtë
dhe të papërlyer përpara tij në dashuri. Na zgjodhi në të. Pra zgjedhja është në të ose në Krishtin. Edhe në shkrime kemi shpesh herë, sidomos tek Efesianët 1 në vargun 3, 6, 7 dhe 11, ne e gjejmë këtë shprehje çelës në të, në Krishtin, në të dashurit birin e tij, në të etj. Pra zgjedhja është në Krishtin që përpara themelimit të botës. Dhe e dyta është që kjo zgjedhje është për qëllim, sepse thuhet sikurse na zgjodhi në të përpara se të themelojë bota, jo që të shpëtohemi, por thotë që të jemi të shenjtë dhe të papërlyer përpara tij në dashuri. Kjo përkon faktikisht me Efesianët 2 vargu 10, sepse Efesianët 2:10 thotë ne në fakt jemi vepra e tij, e krijuar në Krishtin Jezus për veprat e mira që Perëndia përgatiti që më parë që ne të ecim në to. Por te Efesianët 2:1-9 të shpëtimi ynë, sepse thotë ju në fakt jeni të shpëtuar me anë të hirit nëpërmjet besimit dhe kjo nuk vjen nga ju, por është dhuratë e Perëndis, jo nga veprat mos mburret askush. Por vargu 10 na tregon ecjen tonë pas shpëtimit, jetën tonë pas shpëtimit. Pra shkojnë së bashku Efesianët 1:4 me Efesianët 2 vargu 10. Tani le të lexojmë vargun 5. Vargu 5 thotë duke na paracaktuar që të birësohemi në veten e tij me anë të Jezu Krishtit, sipas pëlqimit të vullnetit të vet. Tani, ajo që është duke thënë Perëndia është që paracaktimi nuk është duke na paracaktuar për shpëtim, por paracaktimi është për birësim. Do të lëm Biblën ashtu siç e thotë, ashtu siç është. Tani shpëtimi është kur ne vendosim besimin tonë në Jezu Krishtin. Ne kthehemi nga vdekja në jetë, ne lindim përsëri. Ky është shpëtimi ynë. Perëndia na jep jetë të re. Po kur flasim për birësimin, atë birësimi nuk është shpëtim. Birësimi është të adoptosh dikë që tashmë ka lindur. Asnjëri nuk mund të adoptohet dikë që është i vdekur. Ti nuk mund të adoptohesh nga Perëndia derisa të lindësh përsëri. Dhe paracaktimi është për birësim dhe nuk është për shpëtim. Por birëson atë që tashmë ka rilindur. Tani kur krahasojmë shkrimet me shkrimet, Bibla na mëson që birësimi është shpengimi i trupave tanë. Te Romakët 8 vargu 22 dhe 23. Birësimi është dalja jon me një trup të lavdishëm përpara Perëndisë tonë, në momenti kur kisha do të rrëmbehet. Romakët 2:22 dhe 23 thotë, sepse e dim se deri tani mbar bota e krijuar rënkon dhe është në mundim. Dhe jo vetëm kaq, por edhe ne vetë që kemi frytet e para të frymës, vajtojmë në veten tonë duke pritur flakë birërimin, shpengimin e trupit tonë. Pra Bibla mëson që birërimi ose birësimi është shpengimi i trupit. Pra ne jemi paracaktuar nga Perëndia që të mund të shpengohemi. Domethënë të kemi një trup të lavdishëm. Këtë është duke thënë Efesianët 1 vargu 5. Birësimi është rrëmbimi ynë përpara Perëndisë me një trup si trupi i Zotit tonë Jezu Krisht. Tani shikoni tek Efesianët 1 vargu 11. Thot përsëri në të, është e njëjta shprehje që gjejmë edhe tek Efesianët 1:4. Në të edhe kemi qenë zgjedhur. Pra zgjedhja jonë është në Krishtin. Për një trashëgimi, duke qenë të paracaktuar sipas vendimit që vepron, të atij që vepron sipas këshillës së vullnetit të tij. Pra të gjithë ata që hyjnë në Krishtin janë zgjedhur për një trashëgimi. Kur ti shpëtohesh dhe shpëtimi është me vullnet të lirë, atëherë ti futesh në Krishtin dhe nuk je më në Adamin. Dhe kur ti je në Krishtin, atëherë ti je i zgjedhur nga Perëndia për qëllimin e tij. Dhe nëse je i zgjedhur nga Perëndia, je sepse je në Krishtin. Dhe cila është arsyeja e zgjedhjes? Arsyeja është për një trashëgimi, arsyeja është për të birësuar. Le të shkojmë te Romakët 8 vargu 29. Sepse ata që i ka njohur që më përpara, edhe i ka paracaktuar që të jenë të ngjashëm me shëmbulltyrën e birit të tij, kështu që ai të jetë i parlindur në mes shumë vëllezërve. Ne lexojmë në këtë varg fjalët njohje dhe paracaktim. Dhe ka një ndryshim midis njohjes dhe paracaktimit. Njohja ka vetëm një element. Njohja është gjithëdia e Zotit. Pra Perëndia e di çfarë do të ndodhë përpara se të ndodhë. Kjo është paranjohja sovrane e Perëndisë. Ata që i ka njohur më parë, domethënë Zoti e di se çfarë do të ndodhë, edhe po flasim në lidhje me njerëz, me vende, edhe kjo nuk mban asnjë element që e heq vullnetin e lirë të njeriut. Ndërsa paracaktimi ka dy element. Njëri është gjithëdia e Zotit ose paranjohja e tij
Dhe elementi i tjetër është përmbushja ose gjithë pushtetshmëria e Zotit për t'i bërë gjërat që të ndodhin. Pra paracaktimi ka gjithë dijen edhe pushtetshmërinë e Zotit që t'i bëjë gjërat që të ndodhin. Ndërsa njohja ka vetëm gjithë dijen e Zotit. Te Romakët 8, vargu 29, paracaktimi është që të jemi të ngjashëm me shëmbëltyrën e birit të tij. Pra që përpara themelimit të botës Perëndia dekretoi që ata do të hyjnë në Krishtin, ata që do të hyjnë në Krishtin janë paracaktuar të jenë të ngjashëm me të. Nuk na thuhet që janë paracaktuar që të shpëtohen. Paracaktimi nuk është për shpëtim, por paracaktimi është për të qenë të ngjashëm me Jezusin. Kur Bibla flet për shpëtim, është shumë e qartë që flet për shpëtim. Për shembull, në fakt, kushdo që do të thrasë emrin e Zotit do të shpëtohet. Është shumë e qartë. Ktu po flet për shpëtim, dhe ky është Romakët 10:13. Por tek Romakët kapitulli 8 vargu 29 është paracaktim për të qenë të ngjashëm me Jezu Krishtin. Edhe ne do të jemi të ngjashëm me Jezu Krishtin kur ne do të shohim atë. E para Gjoni 3:1-2 thotë: "Shikoni që dashuri të madhe na dha Ati që të quhemi bijtë të Perëndis. Prandaj bota nuk na njeh sepse nuk e ka njohur atë." Vargu 2 thotë: "Shumë të dashur, tani jemi bijtë të Perëndis, por ende nuk është shfaqur çdo të jemi, por dim se kur të shfaqet ai do të jemi të ngjashëm me të, sepse do të shohim se si është ai." Pra kur të shohim Jezusin do të jemi të ngjashëm me të. Me pak fjalë, kur ti shpëtohesh, je shpëtuar me vullnet të lirë, por nëse shpëtohesh je në Krishtin dhe ja paracaktuar nga Perëndia që të jesh si Jezu Krishti. Lavdi Zotit për këtë. Biblikisht, ju shpëtoheni me vullnet të lirë. Romakët 10 vargu 9, vargu 10, vargu 13. Po kur ju shpëtoheni, atëherë ju jeni në Krishtin. E para Korintasve vargu 11 dhe kapitulli 11 vargu 13. Dhe ju, si dhe të gjithë ata që janë në Krishtin, Efesianët 1, 3 dhe 11, Romakët 8, 29, janë paracaktuar që përpara themelimit të botës, për qëllimin e Perëndis. Në të, domethënë në Krishtin, jeni paracaktuar për birësim. Në të, jeni paracaktuar për trashëgimi. Në të, jeni paracaktuar për të qenë të ngjashëm me birin e tij. Në të, jeni paracaktuar për të marrë gjitha bekimet që janë në Krishtin Jezus. Kjo është ajo që mësojnë shkrimet për paracaktimin. Paracaktimi në Bibël është, por është për të shpëtuarit dhe jo për të pashpëtuarit që të shpëtohen. Le ta ilustrojmë një shembull nga jeta paracaktimi biblik. Le të themi se je në vit të parë në universitet dhe klasa juaj ka 90 studentë. Le të themi që profesori juaj është një biznesmen i madh dhe në fund të shkollës ai ju i sjell 90 ftesa për secili prej jush. Edhe këto ftesa përmbajnë udhëtime kroçere në 3 destinacione: Itali, Spanjë, Hollandë. Ftesa nuk është me detyrim, ftesa është falas dhe me dëshirë. 70 e pranojnë, 20 e refuzojnë. Por ata që e pranojnë ftesën, asnjëri nuk e pranon me forcë, por e pranon me vullnet të lirë. Tani ata që e pranuan ftesën, hepën në kroçere me vullnet të lirë, dhe kur u futën në kroçere, ata ishin paracaktuar për disa gjëra. 1. Ata do të shkonin në 3 destinacione: në Itali, në Spanjë, Hollandë. 2. Ata do të kishin ushqim falas, do të kishin pije falas, do të kishin gjithashtu shezllon falas për shembull. Pra nuk detyrohesh të ish në kroçere, është falas, është me vullnet të lirë. Por nëse hyn në kroçere, atëherë je paracaktuar në kroçere. Kështu është edhe shpëtimi ynë. Kështu është edhe paracaktimi biblik. Ashtu si edhe në kroçere, shpëtimi është dhuratë, është falas. Asnjë njeriu nuk imponohet. Po kur ti shpëtohesh, ti je në Krishtin, ashtu si ai njeriu vendos në kroçeren. Dhe nuk je më tani në Adamin, sepse fryma e shenjtë ka vendosur në Krishtin. Po kur ti je në Krishtin, ashtu si ai u vendos në kroçeren, atë ti je paracaktuar nga Perëndia për të gjitha bekimet që janë në Krishtin. Ky është paracaktimi biblik. Nuk është paracaktim për të pashpëtuarit, por është për të shpëtuarit. Tani ndoshta keni dëgjuar dikë që thotë, po ai u zgjodh në Krishtin përpara themelimit të botës. Le të lexojmë shkrimet tek Efesianët për të kuptuar se si ishim ne para shpëtimit tonë. Efesianët 2:11 dhe 12 thotë: "Prandaj kujtoni se dikur ju hebrej në mish, të quajtur të parrethprer nga ata që i quajnë veten të rrethprer, sepse të tillë u bët në mish nga dora e njeriu.
ishit në atë kohë pa Krishtin, të huaj për qytetërinë e Izraelit dhe të huaj për beslidhjen e premtimit, pa pasur shpresë, duke qenë pa Perëndi në botë. Perëndia thotë që ne ishim të huaj pa shpresë, pa Perëndi në botë përpara shpëtimit tonë. Kjo ishte gjendja jonë. Pse ishim kështu? Sepse asnjë nga ne nuk është në Krishtin derisa ai merr Krishtin. Dhe ne morëm Krishtin ditën kur ne besuam në Jezu Krishtin si Zotin tonë dhe shpëtimtarin tonë. Kështu që asnjëri nga ne nuk ishte në të dashurin birin e tij deri ditën që u shpëtua. Le të lexojmë e para Gjonit 4 vargu 9. Kurse tani, mbasi njohët Perëndin, dhe pjesa që po thot Gjoni këtu, domethënë mbasi u shpëtuat, tani vazhdon dhe thot, më mirë të them se u njohët prej Perëndis, pra është e njëjta gjë që ka thënë, por ka thënë pak ndryshe tani, vallësi ktheheni përsëri te elementet e dobët dhe të varfër tek të cilët doni përsëri të nënshtroheni. Pra kemi dy gjëra që tregojnë shpëtimin tonë. Njëra është pasi njohët Perëndin, dhe tjetra është më mirë të themi se u njohët prej Perëndis. Pra Gjoni ndryshon fjalin. Me pak fjalë, Perëndia nuk na njihte përpara shpëtimit tonë. Sepse ne u njohëm nga Perëndia ditën që u shpëtuam. Dhe sigurisht as nuk na njihte që përpara themelimit të botës. Përpara se të merrnim Krishtin, ne ishim asgjë. Dhe sigurisht nuk ishim të zgjedhurit e tij. Askush nuk ka qenë në Krishtin që përpara themelimit të botës. Ju u futët në Krishtin kur vendosët të besonit në Jezu Krishtin. Dhe kur ju besuat në Krishtin, besuat me vullnet të lirë. Por kur ju besuat, ju vendosët në të, dhe në të jeni zgjedhur për birësim, në të jeni zgjedhur për trashëgimi, në të jeni zgjedhur për të qenë të gjashëm me Krishtin. Domethënë, nëse je në kroçere, atë në kroçere ke të gjitha privilegjet që ofron kroçeria. Pra ishin 90 student, 70 pranuan, ftesë me vullnet të lirë, ata që shkuan në kroçere i morën të gjitha privilegjet e kroçeres ose në kroçeren. Por ata ishin të destinuar që të shkonin në 3 vende. Ata ishin të destinuar të rrinin aty në kroçere dhe të merrnin privilegjet e kroçeres. Nuk ktheheshin dot mbrapsht. Kështu dhe një njeri shkon me vullnet të lirë në Krishtin, por kur ai hyn në Krishtin, ai ka të gjitha privilegjet që janë në Krishtin. Do jetë si Zoti Jezu Krisht, do jetë i lavdishëm, do të ketë një trup si trupi i shpëtimtarit, do të marrë gjithë trashëgimin që Perëndia u ka dhënë atyre që janë në Krishtin, do të ketë gjitha gjërat që janë të lavdishme që janë në Krishtin Jezus, do të ketë ADN-n e tij, do të ketë kodin gjenetik të tij. Pra do të jetë si Perëndia. Por paracaktimi është për ata që janë në Krishtin, nuk është për të hyrë në Krishtin. Ka një ndryshim në këtë mes, dhe ndryshimi është jashtëzakonisht i madh, sepse paracaktimi nuk ka të bëjë me shpëtimin e njerëzve. Po paracaktimi ka të bëjë me ata që tashmë janë të shpëtuar. Ose më saktë që përpara krijimit të botës, Perëndia e dinte që nga fillimi njeriu do të binte. Edhe ai dekretoi që të gjithë ata njerëzit që me vullnet të lirë do të pranonin Krishtin edhe do të futeshin në Krishtin, ata ishin paracaktuar nga Perëndia që të ishin si shpëtimtari Jezus. Le të japim një ilustrim të dytë. Në terma praktik, sipas doktrinës së shlyerjes të kufizuar, ose sipas doktrinës të zgjedhjes pa kushte, është që nëse ju keni 3 fëmijë, atëherë që përpara fillimit të botës Perëndia zgjodhi me paracaktim për shpëtim që një nga fëmijët e tu të shkojnë në parajs, por 2 të tjerët i ka zgjedhur të shkojnë në ferr. Atëherë me pak fjalë, çfarëdo që ti të bësh për ta, pavarësisht se ti do lutesh për ta, pavarësisht se ti mund të dëshmosh atyre 2 fëmijëve të tjerë, pavarësisht se çfarë mund të insistosh përpara Perëndis duke ju përgjëruar Zotit që Zoti t'u hap syt atyre. Sipas dekretit sovran, ata të 2 fëmijë janë të destinuar të shkojnë në ferr. Prandaj mësimi i zgjedhjes së pakushtizuar është jo biblik dhe nuk tregon karakterin e Perëndisë tonë. Përkundrazi e prish natyrën e Perëndisë, sepse Perëndia është i dashur. Edhe ai e deshi aq shumë botën, sa dha birin e tij të vetëm lindurin që kushdo që beson atë të mos humbas, por të ketë jetë të përjetshme. Dhe përfshir këtu edhe 2 fëmijët e tu. Tani
A e di Perëndia në paranjohje kush do të shkojnë në ferr, kush do të shkojnë parajs? Sigurisht që po. Por le të mos ngatrojmë paranjohje me paracaktimin. Janë dy gjëra komplet të ndryshme. Zgjedhja e pakushëzuar sipas mësimeve të John Calvin e tjetërson natyrën e Perëndisë. Një njeri nuk shpëtohet sepse nuk do që të vite Krishti, dhe jo sepse Perëndia është kundër vullnetit të njeriu dhe dërgon atë në ferr. Prandaj Gjoni 5:40 thot, por ju nuk doni të vini tek unë që të keni jetën. Jezusi nuk tha që nuk do të shpëtoheni sepse jeni paracaktuar nga unë me dekret të përjetshëm. Nuk tha atë. Ai tha që ju nuk doni të vini tek unë, dhe Jezusi nuk gënjen. Gjithashtu Bibla na tregon për dëshirën e Perëndisë, për çdo njeri të pashpëtuar. Dhe dëshira e Perëndisë është e zbuluar në fjalën e tij. 2 Pjetër 3:9 na tregon, Zoti nuk vonon plotësimin e premtimit të tij si disa besojnë që ai bën, por është i durueshëm ndaj nesh, sepse nuk do, ja kjo është dëshira e Zotit, që ndokush të humbas, nuk do që ndokush të shkojë në ferr, nuk do që ndokush të humbas, por të gjithë të vinë në pendim. Perëndia ai do të 3 fëmijët e tu, dhe nuk do që asnjëri prej tyre të shkojë në ferr. Loto për ta. Guxo të shpresosh te Perëndia. Daj lajmin e mirë me shpresë tek ata. Sepse Perëndia do të gjithë botën dhe nuk ka zgjedhur që sa të shkojnë në ferr dhe sa të shkojnë në parajs. Prandaj zgjedhja pa kushëzuar për shpëtim, domethënë që përpara krimit të botës disa janë zgjedhur për shpëtim në ferr dhe disa janë zgjedhur për në parajs, është jo biblike. Gjoni 3:16-17 është shumë e qartë. Perëndia deshi aq botën, dhe Perëndia nuk e dërgoi birin e vet në botë që ta dënoi, por që bota të shpëtohet. Bibla thot që Perëndia do të gjithën, nuk thot që e do një kategori njerëzish. Bibla thot që Perëndia i do mëkatarët. Bibla thot që Jezusi erdhi në tokë për të vdekur për mëkatarët. Kur ai ishte në tokë, Bibla na tregon që Jezusi njihej si mjeku i mëkatarëve. Le të jap një ilustrim tjetër. Është një mënyrë si mund të kuptojmë paracaktimin për shpëtim të dhënë sipas mësimeve të John Calvin, dhe kjo mënyrë është përmes një lloje shahu. Sipas kalvinizmit, njeriu nuk ka çfarë të zgjedhë në lidhje me shpëtimin e tij, sepse shpëtimi i tij është i paracaktuar nga Zoti. Dhe kjo bën që ai nuk mund të lëvizë gurët, po gurët e tij lëvizën nga ana e Perëndisë. Që do të thotë që Zoti lëviz edhe gurët e vet, edhe gurët e njeriu. Por sipas Biblës, Zoti luan shah, nëse do përdorim këtë si një ilustrim, vetëm në njërin anë të tabelës shahut. Dhe i jep njeriu një zgjedhje që të marrë vendime, dhe njeriu në anën tjetër të shahut merr vetë vendime. Pra në sistemin kalvinist Zoti luan shah në të dy anët, por në sistemin biblik Zoti luan vetëm në pjesën e vet dhe lë njeriu që të bëjë zgjedhjet e tij nga pjesa e tij. Le të shkojmë te 1 Samueli 23. 2 vargjet e para thonë, pastaj i thanë Davidit, ja filistejt janë duke luftuar kundër Keilaut dhe për plaçkisi lëmejnë. Kështu Davidi u këshillua me Zotin duke thënë, të shkoj unë ti mund këta filistejnë? Zoti u përgjigj me këto fjalë Davidit, shko, mundi filistejnë dhe shpëto Keilahun. Tani nëse shohim historinë me kujdes nga afër, ne vëmë re që Davidi këshillohet me Zotin dhe çliron Keilahun, ai përmbush vullnetin e Perëndisë, ashtu siç i tha Perëndia. Ai shkon i mund filistejnë dhe çliron Keilahun. Ajo që vëmë re më pas është që Sauli e merr vesh që Davidi është aty në Keilah, edhe ai mbledh tër popullin e tij për të shkuar kundër Davidit në Keilah. Vargu 8 thot, Sauli mblodhi tër popullin për luftë për të zbritur në Keilah për të rrethuar Davidit dhe njerëzit e tij. Ne shohim që Sauli ka mbledhur njerëz, edhe ai do që të shkojë në Keilah kundër Davidit. Davidi e dëgjon këtë gjë, edhe Davidi na jepet në vargu 9 që ai kërkon që të këshillohet me Perëndin. Le të lexojmë vargjet 9 deri në 11. Kur Davidi mësoi që Sauli po kurdiste të keqe kundër tij, tha pritësit Abiathar, "Sille këtu efodin." Pastaj Davidi tha, "O Zot Perëndi i Izraelit, shërbëtori yt e ka kuptuar qartë që Sauli kërkon të vijë në Keilah për të shkatruar qytetin për shkakun tim. Krejt e Keilahut, a do më dorëzojnë në duart e tij? Ato të zbres Sauli si ka dëgjuar shërbëtori yt, o Zot Perëndi i Izraelit, bëj atë ditur shërbëtorit tënd." Zoti u përgjigj,
ka për të zbritur. Ajo që po ndodh në këtë histori është që Davidi po këshillohet me Zotin se çfarë do të ndodhë në të ardhmen. Dhe sigurisht Zoti e di të ardhmen dhe Zoti e sheh të ardhmen. Dhe Davidi po e pyet Perëndin për ngjarjet që janë duke ardhur përpara. Dhe Zoti po ja zbulon Davidit ato ngjarje të ardhshme. Sepse Perëndia di çdo gjë dhe në paranjohjen e tij Perëndia i tha Davidit, ka për të zbritur Sauli. Tani Davidi vazhdon të pyes Perëndin përsëri në vargun 12. Davidi pyeti akoma, krerët e Kejlaut, a do të më dorëzojnë mua dhe njerëzit e mi në duart e Saulit? Zoti u përgjigj, do t'ju dorëzojnë. Përsërisht Perëndia sovran që di çdo gjë, edhe i zbulon Davidit atë që është duke ndodhur ose atë që do të ndodhë në të ardhmen. Tani kap në historinë. Kemi një të ardhme që Davidi nuk e di. Kemi një të ardhme që Zoti sovran ja zbuloi. Sauli do zbres. Kejlau do dorëzoj Davidin në duart e Saulit. Kjo është e ardhmja e zbuluar nga Perëndia. Tani lexojmë vargun 13. Atëherë Davidi dhe njerëzit e tij rreth 600 veta dolën nga Kejlahu dhe prodhosan ndaj këtej. Kur Saulit ju njoftua që Davidi kishte ikur nga Kejlahu, ai hoqi dorë nga fushata e tij. Pra tani të lidhim të gjitha këto gjëra. Perëndia i dha Davidit ngjarjet e ardhshme. Sauli do zbriste, Kejlahu do dorëzonte në duart e Saulit. Por Davidi në vullnetin e lirë e theu të ardhmen e parathënë nga Perëndia. A iku dhe shpëtoi kokën. Është shumë e rëndësishme të kuptojmë çfarë është duke mësuar Perëndia me këtë histori. Njeriu mund të thyej paranjohjen e pandryshueshme të Perëndisë. Po flas paranjohjen e pandryshueshme të Perëndisë. Davidi duke ikur nga qyteti përpara se të vinte Sauli, ndryshoi gjithçka që Perëndia kishte parathënë. Nëse Davidi do të rrinte në qytet, ngjarjet që tha Zoti do të ndodhin 100%. Zoti tha Sauli do zbres, Zoti tha krerët e Kejlau do të dorëzohen. Çfarë bëri Davidi? Davidi iku. Zgjodhi me vullnetin e lirë të shpëtonte kokën. Gjithçka ishte kushtzuar me faktin nëse Davidi do të rrinte në Kejla apo jo. Pra pyetja është, a është historia njerëzore si një lojë shau ku Perëndia luan në të dy krahët e shaut, sepse vendimet tona janë paracaktuar? Përgjigjja është shumë e thjeshtë, jo. Njeriu ka vullnet të lirë të dhënë nga Perëndia, të thyej paranjohjen sovrane të Perëndisë dhe të marrë një vendim që do të ndryshojë fatin e jetës së tij. Me pak fjalë, Davidi lëvizi vetë gurët, mori vetë vendimet që përcaktonin fatin e tij në Kejla. A do të thotë sovraniteti i Zotit që Perëndia ka zgjedhur pa kushte atë se çfarë do të ndodhë në jetën tonë me shpëtimin tonë? Jo. Ne do të shohim edhe më vonë se çfarë është sovraniteti i Zotit nga Bibla. Por pyetja tjetër është, a është historia njerëzore një lojë ku Perëndia luan në të dy krahët e shahut sepse vendimet tona janë paracaktuar? Absolutisht jo. Çfarë thot Zoti në Dhjatën e Re? Zoti thotë Romakët 3:23, sepse të gjithë kanë mëkatuar. Zoti thotë Romakët 6:23, sepse paga e mëkatit është vdekja. Dhe Zoti thotë Zbulesa 21:8, që vdekja është vajtja në liçenin e zjarrt për jetë. Sepse thotë, kurse për frikacak dhe të pabesët dhe të neveritshmit dhe vrasësit dhe kurvrusit dhe magjistarët e tjerë, thot pjesa e tyre do të jetë në liçenin që digjet me zjarr dhe squpur që është vdekja e dytë. Kjo është paranjohja, jo paracaktimi, paranjohja sovrane e Perëndisë për mëkatarin. Nëse je i pashpëtuar, ashtu si Davidi, ti mund të thyesh paranjohjen sovrane të Perëndisë. Por si mund ta bësh këtë? Këtë do të bësh duke besuar në Jezu Krishtin. Perëndia të ka krijuar me vullnet të lirë për të ardhmen tënde. Por ja cila është e ardhmja jote e parathënë nga Perëndia. Është ferri, sepse aty të çon mëkati. Por Perëndia ka siguruar një mënyrë si mund ta thyesh këtë paranjohje të tij. Edhe kjo thyerje është përmes besimit në Jezu Krishtin. Prandaj pyetja është, a dëshiron të ndryshosh të ardhmen tënde të paranjohur nga Perëndia? A dëshiron të mos përfundosh në ferr? Nëse rrisit që je në ferr do përfundosh. Por duhet të bësh një lëvizje, siç Davidi bëri një lëvizje. Dhe çfarë duhet të bësh? Ja Romakët 10, 9 dhe 10. Sepse po të rrëfesh me gojën tënde Zotin Jezus, dhe po të besosh në zemrën tënde se Perëndia e ngjalli për së vdekurit, do të shpëtohesh. Pra ne po flasim për shpëtim tani, për shpëtimin e shpirtit nga ferri.
sepse me zemër njeriu beson në drejtësi dhe me gojë bëhet rrëfim për shpëtim. Perëndia të do ty, ai do çdo njeri mëkatar. Ai erdhi nga qielli në tokë në personin e Jezu Krishtit. Ai lindi nga një virgjëresh, jetoi pa mëkat, vdiq në kryq për të marrë mëkatet e tua, u varros dhe u ngrit përsëri nga varri, ai u ringjall trupërisht. Nëse ti e pranon Jezu Krishtin si Zotin tënd dhe si shpëtimtarin tënd, Perëndia do të shpëtoj ty. Prandaj Romakët 10:13 thotë, në fakt kushdo që do të thras emrin e Zotit do të shpëtohet. Mos e lër pas dore këtë shpëtim kaq të madh. Destinacioni yt për në përjetësi është në dorën tënde. Gjoni 1:11-12 thotë, ai erdhi në shtëpinë e vet dhe të vetët nuk e pranuan. Por të gjitha atyre që e pranuan, ai u dha pushtetit të bëhen bijtë të Perëndisë, atyre që besojnë në emrin e tij. Pendohu, besoni Jezu Krishtin. Pranoje atë me besim si Zotin tënd dhe shpëtimtarin tënd, dhe destinacioni yt do të jetë në parajs, jo në ferr. Le ta konkludojmë për sot. Paracaktimi biblik ka të bëjë me të shpëtuarit, me ata që janë në Krishtin. Asnjë njeri i pashpëtuar nuk është paracaktuar nga Perëndia që të shkojë në ferr apo në parajs. Nëse i lidhim të gjitha shkrimet së bashku, kemi që nga krijimi i botës, Perëndia kishte parashikuar rënien e njeriut dhe qengjin e tij të vrarë që nga krijimi, Zbulesa 13:8, si dhe një grup njerëzish, të cilët me vullnet të lirë do të pranonin Krishtin si shpëtimtar, do të bëheshin trupi i tij. Ata do të vendoseshin në të, domethënë në Krishtin. Dhe kur të vendoseshin në Krishtin, të gjithë ata që do të vendoseshin në Krishtin, të gjithë ata që ishin në Krishtin, ishin paracaktuar, u paracaktuar nga Perëndia për një trashëgimi, paracaktuar nga Perëndia për birësim, paracaktuar për të marrë bekimet qiellore në Krishtin, paracaktuar për të qenë të ngjashëm me të, paracaktuar për të patur ADN-n e të, ADN-n e tij, ADN-n e Jezu Krishtit. Le të lexojmë edhe një varg të fundit. Gjoni 3:36. Kush, edhe kjo është zgjedhje me vullnet të lirë, beson në Birin ka jetë të përjetshme. Kurse kush, dhe kjo është zgjedhja me vullnet të lirë, nuk i bindet Birit, nuk do të shohë jetë, por zemërimi i Perëndisë qëndron mbi të. Kushdo që mëson që vullneti i Perëndisë ishte që vetëm disa do të shpëtohen dhe të tjerë do të humbisin në ferr, po e keq interpreton Biblën, po e keq kupton Perëndin. Askush nuk është paracaktuar të shkojë në ferr, përveç se nëse zgjedh me vullnetin e tij të lirë të refuzojë Jezu Krishtin dhe të refuzojë të besojë Jezu Krishti si shpëtimtarin e tij. Ashtu siç e fillova në fillim, do ta mbyll përsëri. Mësoni nga çdo njeri i Perëndisë. Mësoni nga çdo predikues. Dhe në pikën kur ai njeri devijon shkrimet, atëherë mbani shkrimet. Mos merrni çdo gjë që ju mësohet si të mirëqen. Jeni student serioz të Biblës. Le të jetë Bibla një llam në këmbët tuaja dhe një dritë në shtegun tuaj. Mësimi i zgjedhjes së pakushtëzuar, domethënë që disa njerëz janë paracaktuar për në ferr, që përpara themelimit të botës, dhe disa për në parajs, përkundër vullnetit të tyre, është një herezi, një mësim jo biblik. Mësimin tjetër do të kemi shlyerjen e kufizuar. Kjo është ajo që do të shohim mësimin tjetër. Hiri dhe paqja e Zotit u shumoft mbi ju. Zoti ju bekoft.